Konferenca doli shumë mirë. Ishte i kënaqësi shumë e madhe që na ka ndodhur gjithë këto gjëra që jo, u kënaqem, shumë u kënaqem që ka arrit diçka kjo konferencë. Njëherë ju falenderoj që morëm pjesë në konferencë, nuk është hera parë dhe ato fotot që shikojmë edhe dokumentaret e filma unë si nën me dhimbje të madhe të them që ne i shikojmë, se duke menduar nën që ne fëmijët tonë kemi në shtëpi, i ka një dhimbje koke, një gjë dhe bëjmë i keq, jo këto nëna që me vite, që kanë 13 vite që jetojnë këtu dhe nuk i lejojnë. Dhe çfarë kërkojnë të drejtat e veta? Kërkojnë respekt, se po patë respekt, drejtësi ke dhe liri, i ke të treja këto gjëra. Dhe unë solidarizohem me këto nëna që nuk i takojnë fëmijët e vet dhe nuk i shikojnë. Edhe jap një mesazh që ne jemi mbështetje për çdo gjë në lidhje me këto, aq sa kena ndorë ne si nëna, se ndori ka, ashtu siç tha dhe Aldo, drejtësia, ke instancat më të larta që janë, se mendojmë refugjatët tonë i kemi jo në Gjermani, në gjithë botën, edhe ne flasim për ditë, ose vinë, na takojnë, kanë leje, kanë punën, janë shumë të lumtur sikur jetojnë këtu tek ne. Edhe ne duhet ta mendojmë sikur ato janë fëmijët tonë, që ne t'i ndihmojmë që janë refugjatë tek ne, t'i kenë të gjitha të drejtat, respektin dhe lirinë e vet. Solidarizohem edhe jam komplet me ato nëna. Shumë faleminderit. Ndihemi të respektuar që morëm pjesë në këtë konferencë kaq të bukur. Solidarizohemi me fjalimin që mbajti drejtori i shoqatës, zoti Aldo, dhe me dhimbje kur pam këto foto, domethënë që ishin fëmijë të rinj, të reja, të çdo lloj moshe, me dhimbje edhe keqardhje të madhe që ata janë torturuar dhe janë në fund botës tani, të vdekur. Plus edhe me nenat e me prindit e tyre, edhe nenat qajnë dhe ato asaritën t'i takonin dot, edhe këtë me fjalën liri, e duam të gjithë, si që janë refugjatët tanë që shkojnë në botë jashtë dhe i respektojnë dhe i mbajnë, se dinë dhe të sillen, edhe ne dhe i duam dhe i respektojmë iranianët, sepse janë të mirë, të sjellshëm dhe plus si flasin dhe shqip është gjë e bukur. Falenderoj shumë që po bëni këto emisione dhe ne u duam dhe u respektojmë dhe u mbështesim, u hapim derën gjithmonë. Na vjen shumë keq për këto luftra që po bëhen kështu. Ju jeni vëllezër dhe motrat e tanë. Do doja të thoje diçka më tepër nga ana jote, për shembull që kjo kaos të bëhet akoma më e fortë. Po të bëhet dhe të gjithë të mbështesin dhe luftë, të hiqet lufta, të ketë paqe, të ketë stabilitet, mos ketë më luftë, vrasje, gjëra, se na vjen shumë keq, jemi shumë të dhimbshëm. Dhe ua kemi hapur dhe ua hapim derën nëse shqiptar u duam shumë. Shumë faleminderit.